Temperaturat e ulta ekstreme dhe acari kanë përfshirë vendin që nga kjo e hënë duke pasur ndikim kryesisht në zonat malore dhe jug lindore. Në qarkun e Dibrës, termometri ka shënuar -18 gradë, në Lur -15 dhe në qytetet e Peshkopis, ndërsa akset rrugore kombëtare janë të kalueshme, por në prani të ngricave që kërkojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit. Probleme të veçanta janë hasur në rrugën e Arbërit, ku ngricat gjatë natës dhe mëngjesit kanë vështirësuar qarkullimin. Akset Peshkopi-Kukës dhe segmentet Ura e Çerenezit Librazh kalojnë me zinxhir, ndërsa rruga e Lurës mbetet e bllokuar dhe po punohet për hapjen e saj. Rrugët rurale në zonat e thella malore janë të kalueshme vetëm me zinxhir, duke kufizuar lëvizjen për banorët. Edhe në jug lindja acari ka përfshirë qytete dhe fshatrat Korçës, ku në mëngjes termometri ka shënuar -10 gradë Celsius. Rrugët që lidhin Korçën me Kapshticën, Qafthanën, Ersekën dhe Leskovikun janë të hapura dhe qarkullimi kryhet normalisht. Lëvizja drejt Dardhës dhe Voskopojës nuk paraqet problem, por disa rrugë rurale mbeten të kalueshme vetëm me zinxhir. Në qarkun e Gjirokastrës, rreshtet e mëparshme kanë shkaktuar rrëshqitje dheu duke bllokuar disa zona rurale. Në disa fshatra, në të gjithë zonat malore, ka mungesë të energjisë elektrike, ndërsa autoritetet po punojnë për normalizimin e furnizimit dhe sigurisë së lëvizjes. Institucionet apelojnë për kujdes të shtuar në qarkullim dhe për respektimin e sinjaleve të sigurisë, ndërsa banorët këshillojnë të mos nisin udhëtime jo të domosdoshme në rrugë malore dhe rurale deri në përmirësimin e kushteve meteorologjike.